Ndryshe. Kush ka bërë të këngën? Kush këndon? Flori ka bërë vllai. Im vlla Flori me DJ Aldon. Që kemi pas punu këtu në radio atëherë. DJ Aldo gjithashtu ka një radio. Tekstin ti? Tekstin e ka bërë një nuk e të gocë që njifte Aldo, jo, Aldo ishte ide Aldos. 22-23 vjet përpara. Po kërkoshin vokalista ato u gjenda unë aty në radio. Gerta ishte në punë të një këngë për ty. Doli publicitet. Edhe biti dhe ato është shumë për 22 vite më parë është këngë që vazhdojnë akoma me këtë inteligencë artificiale. Pa inteligencë artificiale. Kishte pak autotune. Gerta luhet kënga në këto lokale të natës kështu luhet. Çfarë bëhet nga Portokallia? Ju vetëm prodhoni shqiptar, kryetar Portokallia. Jo. Ju bëhet shumë vetëm sy të trishtuar shef ke Portokallia. Po ikin të gjithë, po marrin pushtet lokal. Portokallia është më flak se kurrë. Unë antar këshillash, kryetar bashkisë. Filloi gazetari të bëj pyetje. Po pyetje. Dëgjoj, mirë, po të bëj një pyetje direkte. Mendon ti që një artist mund të jetë një politikan shumë i mirë, për shembull mund të jetë një kryetar bashkie i mirë? Duhet të dështosh në art që ti jesh politikan i mirë si Rasti Ramës. Për shembull munduar në pikturë nuk i dobët. Po rasti Zelenskit. I Floris, që ishte humorist. Po Zelenskit të Ukrainës. Ja, është një edhe Zelenski ka qenë aktor i dobët. Edhe Flori një këshill shoqërore, rrugtimin e nisi, por le ta ketë si sprov. Flori nuk është ende gati, sinqerisht. Jo çdo njeri që del në ekran është gati për Po nuk e di do bën zgjedhje apo në Tiranë, fakt sepse. Po s'ka rëndësi, ai vazhdon del para pasqyrës dhe mban fjalime. Po problemi është që sinqerisht. Po pse çka keq që ka një politikan, një artist mos për hapa kaq të mëdhenj, gjithmonë njeriu duhet përgatitet, gjithmonë duhet të ketë një staf me vete. Un jam i zgënjur nga intervista që dha te Grida, sepse ishte Flori që njerëzit e donin nga ekrani, pësuan një lloj goditje, një lloj zgënjimi. Ari nuk mendon ashtu. Ari se mendon ashtu. Mu më pëlqeu Flori ke Grida. Pëlqeu Grida, jo Florin apo Flori tek intervista ke Grida më pëlqeu, me gjithë sinqeritetin që tregoi. Nëse do flasim nga aspekti i politikanit, ai vetmi faktor që s'pëlqeu ishte që s'kishte dieni për faktin që ujin tashmë nuk më administrohet më nga bashkitë, por nga nëse nuk duhet bëj politikë. I vetmi detaj, pastaj po me që ky është gazmos për vetë. Do doja që këto zgjedhje të kishte një datë bëheshin, se realisht më duket interesante, e ka ndezit çik të atmosferën politike në Shqipëri, sepse po tregon që un kam përshtypjen se ndoshta njerëzit aq të lodhur dhe duan një alternativë tjetër prandaj. Edhe Adriatik Labaj e ndezi aq shumë atmosferë. Më dëgjoj jam vëzhguar si lajm. A kemi pak tek problemi është që agodet aty ku duhet, sepse bashkia nuk është skena e madhe e Portokallisë. Jo, Adriatik Labaj ka qenë funksionar politikan me atë kam tekur nuk na njëri. Hajde çunia dy video tash. Alianca Kuqezi pastaj aty, ai është një produkt i politikës që tenton të bëj diçka në politikë dhe nuk ka ndaj frymëzim. Kurse Flori është totalisht produkti i statusit politik. Pse më dukesh mua sigurie e njanshëm ti? Jo, unë jam i njanshëm. Jo, dhe mua shumë dukesh bleda, me thënë drejtën tash. Dgjoj, mua më shqetëson rasti konkret që punon tek televizioni i Çimit, paguhet nga Shkëlzeni. Po ti punon ke televizioni. Po s'mund të dalun sot i bëj opozitë Lori Orçi se s'më beson njeri apo jo. Në këtë kuptim e ke? Po, patjetër. Fal se jam unë që jam i njanshëm, topi është shumë objektiv. Dhe nëse paskësh na një kështu mbështetje preferenciale. Jo, kam statusin e këtij unë. Po syri është dukshëm televizion Partia Akobur. Po jo, nuk po flasim për televizionin, po flasim për statusin e këtij. Ne nuk po kundërshtojmë mbështetësin, sepse është një gjë legale, edhe në Amerikë bëhen fushata të mëdha. Jo, di pse them që unë ashtu siç më pëlqen Flori që në këtë sipërmarrje, për mua diçka që ka kondra ka këtë fakti një dhe që vjen nga i background që ka këto vite në fundit nuk pëlqen, se është shumë background opozitar. Mbyllim të kam pyetje për Gerta. Gerta, sot në radio për shkak mund të jetë dëgjueshme për ty, është kush ndryshon? Është një, do të thonë një emision për shembull. E bën speakeri me zënë e bukur, e bën tema që
tema. S'ka lidhje speakeri. Mendoj speakeri ka. Apo muzika bukur? Po ti sa herë flet unë. Po nuk ka vlerë, po kemi psikologjike me motor. I lash një mesazh zanor ai zëri jot, po e ke psikologjike mi se të lidh me kujtimet e Top Albania zëri. Kontradiktore që kjo që thua. Unë nuk mendoj që zëri. Ja ku po ta them unë. Nuk ka bëj zëri. Kur themi zëri, nuk flet zëri përfaqëson dhe mendimin. Po një zë edhe reflektimin. Nuk është puna zëri, është personi. Po të flasë radio kështu. Nuk e bën tema, absolutisht jo, s'jam dakord fare. Personi duhet thotë gjërat mençura. Po kjo është edhe pastaj të bëhet i bukur dhe zë i shëmtuar ti. Po duhet më ftoj zëri në fillim që të bëj pastaj ta dëgjoj gjë. Ti ikën pastaj te makina, ndez radion dhe dëgjon lajmet që lexon Zamira Koleci. Dridhesh. Shumë bukur pra, të emocionon. Zëria sa. Po, pa dëgjuar. Ti si fillim do të thuash Zamira, nuk do të thuash aksident në Shijak, furgoni përplasi një. Ja, një moment është ajo nostalgjia dhe emocioni që të jep. Pastaj pjesa tjetër është lajmi. Zëri dhe autoriteti. Për shembull, Rama ka bërë një podcast vetin që e bën pas here. Mua për shembull nuk e di, sepse ndryshime, po tani që radiot janë dhe në YouTube. Është e njëjta gjë. Podcast. Këtë emisioneve aty në Rama është mund si lloj ankthi që apo flet apo jo. Un po ta dëgjoj në makinë Rama unë e heq. Të njëjtën ndjesim e jep edhe mua, ka suspancat e tij të gjata. Ke drejt. Në qoftë se mua. Po. Edhe unë që pëlqej shumë nga gjona që bëhen. Këtë ka rregull radio. Po kur të naftoj Morizic do i themi. Radio klasike, radio klasike nuk ka dead air quhet ajo hapësirë boshe. Apo e diti thashë them në fundi që ka dalën për qytet, për Tiranë. E dashura i shkruan të dashurin në angli. Dua lek të blej Range Rover, do blej salon, do marr me qira salonin e tonë, dua dhe lek për 2 mikrofona për podcastin. Se tendenca e fundit është podcast e gjithë ande. Alketa. Po mirë pa i klikon more Bledi. Kush po i klikon ka shumë podcast, ka shumë opsione që ka. E medias amerikane para dhe post Trump. Pra një nga arsyet pse Trumpi fitoi erën e parë ishte podcasti në çdo lagje, në çdo qytet. Dhe njerëz radikal me ide, hëna është katrore, toka është e shetë. Dhe njerëzit filluan, media klasike nuk jep të tilla idiotizme, po thon dale, ndalojmë se këta po na tregojnë të vërtetën. Nuk janë idiotizma të Po me idenë podcastin në formatin tënd Sa rëndësishmë shiftuari në radio. Shumë i rëndësishëm. 80% është shiftuari. Mos më the më shumë. Tani dole ke zëri pra. Po ç'a zëri më? Jo zëri. Unë jam intervistuesja apo jo? Edhe i ftuari zë është, më vjen keq. Ja, ai s'është temë. Jo, e kemi ke timbri i bukur? Po jo, më kur them zë, ai përfaqëson, po jo më zëri përfaqëson dhe zëria që gjet jatë dura. Dhe përbërjen e asaj që thot, nuk është vetëm zëri. Brëndia, pra un jam për brëndin. Edhe ky prezantuesi duhet të ketë content brenda në emisionin e vet jo gjëra boshe. Ka bëj shumë me personalitetin e njeriu, ka. Po sa po thënë që m'pëlqen Bojku më. Po pikërisht, pra nga zëri, kurse kjo thot tema, un them radio është e lidhur ngushtë me individin. Tema sigurisht nuk po e mohoj. Ta bën shumë emisionin sukses. Dgjoj, unë mendoj që një individ, po ju ftosh ju në radio ju bëni lajm. Një individ fascinant mund ta bëjë një lajm të rëndom të tingëllojë interesant. Kështu mendoj që ka të bëjë shumë mënyra se si ti si flet, se si po ti dëgjon te radio tuaja apo jo? E dëgjon edhe zëri bukur, okay, element është, po nuk është ai që të mban aty. Është kontenuti thua? Pra përmbajtja. Po në botë radio janë kaq të rëndësishme sa në Shqipëri. Po, unë për shembull që unë shkoj shumë shpesh në Itali, thuaj se çdo muaj, edhe e ndjej dhe e shikoj, e dua radion edhe në makina atje. Flet atje RTL, RDS që janë më të njohurat edhe MNZ, thonë gjithkohon për shikueshmëri, për statistikat e tyre flasin gjithkohon se sa shumë dëgjohen. Jo, këtu kuptoj edhe nëse ka gjë që jemi globalizuar ose jemi europianizuar është radio, sepse vërtet që radiot nuk kanë ndryshim, si topi si radiot në kudo në Europë. Po tani e kemi radio në celular. Nëpërmjet një api ti dëgjon radio që do vet. Të tregoj sekret vogël. Unë dëgjoj radio amerikane nga aplikacioni. Si të gjithë ne shkoni kafeneve apo jo? Se ne në Shqipëri kafene është dhe institucion, aty bëhen biseda, parje, vrasje, gjitha bën në kafene. Dhe e keni vënë re për shkak ka nisur shumë herët që kur ishte tani gjallë që në për ekranet e televizore në kafene ishte Top Newsi dhe nuk ishte zë, por ishte Top Goldi. Në audio po. Njerëzit truri thithe muzikën ndërkohë që shikonte dhe live. Shikonte me titra. 80% e lokaleve në Spanjë e bareve, por flas një vend që ka numër të lartë,
përdorin ende radio në për lokale. Po sa emra të njohur gazetarësh kemi ne që kanë dalë, për shembull, kanë patur eksperiencat e tyre në BBC Radio, në televizionin edhe Kol Ballën, domethënë shumë emra të tjerë të njohur. Adi Krasta. BBC-a, CNN-i. Kiss FM ka punu Gerta në Amerikë. 2 vjet në Amerikë, në një radio lokale, po. Wow, se di këtë, bëj emision? Bëja emision 10:05, falni 10:03, 5 orë domethënë. Edhe isha vetë edhe DJ, sa atje kishin reduktuar punën. Kjo ishte radio lokale në New York. Edhe atje unë bëja edhe DJ-n edhe prezantuesen. Radio anglosaksone po e ka prezantuesi është vetë DJ. O Gerta, kjo është arsyeja që ti ke lënë Top Albania Radion? Aso kohë? Jo, atëherë unë shkova për një shkollë atje, 2 vjeçare, mbas asaj më mungota shumë radio dhe dërgova një demo në për 10 radio, njëra më ktheu përgjigje. Po flisin në shqip aty apo? Se ju dukte aksenti im egzotik. Kjo që tha Ari pra zëri, aksenti publicitet. Për radio italiane, për radio të huaja, për eksperiencën e Gertës në Kiss FM. Si përfundim, radion jo që s'ka vdekur, po është akoma e bukur. Pa qa flisni, radio është kameleon, është riformatuar. Sepse sa më shumë mendoj, aq më shumë gjë argumente pro radios. Radio tani shtohen dita ditës, sepse edhe është bërë më e thjeshtë për tu realizuar, se më përpara kërkonin edhe më shumë të ardhura. Përveç kësaj tani dhe mundësia për ta dëgjuar radion është bërë jo vetëm në makinë, se jeni limituar shumë. Unë kam kufje këtu dhe mund ta dëgjosh radion celular, sepse është vërtet shumë e thjeshtë sot. Edhe dëgjon vetëm radion lokale, unë dëgjoj Kiss FM-in në Amerikë. Jo, patjetër, ne mund të themi këtë që konkurenca në radio është bërë fort dhe tani vërtet duhet kesh një program interesant që të bësh dhe pra dalim ke kontenti, dalim ke përmbajtja. Përmbajtja duhet të jetë më me vlerë që ti, se konkurenca është kaq e madhe, njeriu ka akses në gjitha sistematet. Ja, Gerta dëgjon Amerikën, unë dëgjoj në Francë, në Zvicër, që ta kthej nga Top Albania Radio, atëherë duhet që se nuk thoni që çdo platformë televizive digjitale kanalet e fundit e ka dedikuar radiove. Pse nuk thoni në çdo televizor në dhomë hoteli, kudo ku shkoni çdo vend të botës, keni dhe radio që nga Jazz FM, Classical Music e të gjitha me radhë. Kështu që radio është aty kokfort. Është kudo. Mami për shembull më dëgjon mua në radio nga televizori, hap televizorin edhe dëgjon aty. Kështu që kur nuk e vdiq MTV-a. Vetëm ka ankesa, vdiq MTV-a. Radio, sinqerisht ju them, nuk mundet me radio të jetë larg qoftë nëse do ketë luftë të tretë, ku diun çka radio do jetë prap burim informacionit. Jo, ishte pak, u trombon pak. Unë kur nisi Covidi dhe u morën kaq hodh këto rrjete sociale, thash, nuk është mirë puna për radion. Sepse njerëzit po rinin brenda dhe donin vizive. Nuk po dilnin në rrugë, më kupton. Po tash radio është bërë vizive. Kështu që po tani është vizive. Prandaj ne mjafton të hysh YouTube na shef. Falenderojmë shitësit e makinave, falenderojmë policët e trafikut, semaforët e prishur. Falenderojmë rrugët e ngushta të Tiranës që krijojnë trafikun. Falenderojmë autostradën e Durrësit që na nxjerrin. Fiks dhe rrin më gjatë aty. Kështu që rrin më gjatë. Ngjoj hertën, na ngjoni. Ju do keni ndërmend për ndonjë podcast, se keni ngel pa podcast. Po pra, si është kjo punë që bëjmë në një. Çdo hap restorant? Pastaj pa piramida nga mbrapa, radion të podcastin nga para. Nga para, po Range Rover. Pastaj da perukerin. Ari, kam vërtet, ke dëshirë të punosh në radio, të kesh një emision tënd një. Unë gjithmonë kam adhuruar radion, nuk e di pse. Edhe dëgjoj. Zërin e ke mirë. Edhe kanë fol me Ledionin, Vilen, mi çoj dhe kushte. Po ky është konfliktuar. Ky thotë deri kumbull. Jo më dëgjoj. Nga vjet kam vendos mos me u bëm konfliktual. Mos më u bëm agresiv në biseda, sepse më duket i çike tepërt. Ja, ti shkon ke Manushi për shkak të Xheneta, ajo më nxjerr. Ti s'përball dot Xhenetun. Imagjino sa poshtë rën. Jetuara në Francë, Enver Hoxhën e bëri diktator. Salën e bëri diktator, Edi Ramon diktator. Kështu që çfarë unë jam me anën Salën, ne jemi artista. Jo. Po thoshe Ari që mund të kesh një program tënd në radio. Po më ka pëlqyer gjithmonë në radio dhe është shumë interesant, por unë jam lot shumë, kam pas një eksperiencë televizive që kam bërë këtë digital bi një emision timin dhe bëra gjithçka vetë. E bëja dhe emisionin në shtëpinë time, në shtëpinë e familjes time. Si më ishte më madh edhe jam torturuar aq shumë sa kur dëgjoj tani që të marr përsipër të bëj diçka vet, që ka të bëjë me
me prodhimin unë nuk du fare. Nëse unë do vi të moderoj, e bëj. Po kush do marri përsipër deri në këtë pikë, okay. Është shumë komode kjo bëhet. 2 mikrofon. Një spiker. O Gerda, nëse unë përfshihem shumë. Jo, Gerda, kush është shumë komod podcasti. Po kush është një speaker radio, një drejtues emisioni radio që të pëlqen? Podcast më kanë propozuar bile. Le të jetë shqiptar, ëh? Është më mirë të jetë shqiptar. Mendoj dhe ti, Bledo, se është fund, jemi në fund. Na vuri po zit më vuri dhe se njohim të gjithë. Dhe ngele teatri atyre që si përmendim. Ja, mos na fut në siklet tash. Do thot mos ush Dasara më shumë. Jo, Dasarën e kam xhan, kam kolege. Jo, Dasarën e du fort, e kam shumë, e kam qefi, ka energji ajo. Ka shumë energji. Do doja edhe atë krastën, edhe zëri atë krastës është gjithmonë. Po Adi sikur. Po jo, ka pas radio. Ka ketin një kështu që e ke qef si. Mbaj mend zërin unik të Viron Notit e Radio Tirana para viteve 90. Lexonte ishte një zë, po ishte një zë. Po mos flit me zë. Po flasim për zëra, po flasim. Ore një njerëz që target një emision që targeton, një që të kënaqë që tani po flet mbas 90-s. Mbas 90-s po them unë. Tani nga 98-a kampion e dihet se kush është Radio Top Albania. Jo emisionin. Ju duke qenë vet pjesë e radios nuk arrini ta kuptoni që ne jashtë radios u revolucionalizua Tirana dhe Shqipëria qoftë në të menduar. Nuk e kisha për qoftë të pyetje, nuk e kisha për qoftë në gusto muzikore, qoftë edhe në veshje, qoftë edhe në ngjyra, më kupton. Pra të punoj në Top Albania Radio ose të dilte zëri në Top Albania Radio ishte diçka, pastaj kur të plotsonin dëshirën për këngën, një këngë për ty, pra do ta marrim ditë. Po si vazhdon jeton ajo ti njeriu më çuditë. Ose se tash ti që na ashtu na futet dhe kupton që ka bën me gjithmonë se Top nuk ka bërë dhe Top Festin dhe ka organizuar festivalet më të mëdha të artit të muzikës moderne në Shqipëri pas viteve 90 janë bën nga Top Albania Radio. Dhe është tani sa më shumë mendoj aq më shumë kuptoj që është vërtet ka qenë vërtet deri tani promovues i madh i vlerave kulturore. Me që jemi në fund atëre, unë këtë fundjavë kam qenë në Dhërmi, kemi pasur një dasëm spektakolare të dy miqve tan shumë ngushtë, Ton Kosturi dhe Teuta Kosturi tashmë. Trashëgime dhe po na dëgjojnë nëpër radio. Trashëgime atëherë nuk do të vjerra ime ka ditë. Okej. Ka vërtet më. Edhe kunata ime ka sot për Edhe kunata atëherë për kunatën e Gertës. Për vjerën time për çiftin tonë. Ja dhe kjo është me forca e radios që bëhen të tilla çoka njerëzore dhe thjesht. Po jo kjo njerëzit identifikohen me këtë edhe pa lek, po. Edhe pa lek. Faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit. Do takohemi në emisione të tjera, ndërkohë që ne pas pak do të kemi, këtë do kemi sot ne. Ne do kemi Castro Zizo që po çon foto është rrugës. Digi radio apo jo? Jo. Radio? Ja, shikoj, ja. Shisa i trishtuar që jam. Vazhdoni dëgjoni radio. Gjella u dosh, por radio nuk vdes.